hajde të recitojmë, thoni juve. Po çfarë të recitojmë tash këtu? Po na ktheni përgjigje, katër shpërblime të tilla çfarë të bëjmë? E po çfarë të dëgjojmë ti po reciton Bereli, çfarë? Ne e dim sa janë hektar për të mbytur, e dim që portat si hapet i la të mbyllura, e dim të tëra. Tash çfarë do bëhet? Informacion tash ka katër shpërblime për tokat apo jo, e të dim ne të vazhdojmë me protesta. Se s'ka rrugë tjetër. Ke një muaj e gjysmë që ke matur tokat time, ka erdhur njëri të thotë re. Duam të sillem në vendin tuaj, se si rezultat. Çfarë të sillesh Bereli kota shqiptar? Ato na paguajnë ato çambe. Nish vi pse si ke lajmëruar të vinë. Ti di shumë mirë çfarë gjendje jam unë. Tash i vetëm me policinë na nxirrin se ne nuk ikim këtu. Afjani do të vizit nga këta këtu ja. Lajmëroni këtë doni. Ne duam përgjigje konkrete. Çfarë do bëhet? Kam një muaj e gjysmë që ju kam lajmëruar edhe keni matur edhe tokat, ku janë dëshpërblimet? Ama më kthej një përgjigje. Çfarë të rrim si ujë këtu? Flis, ç'mëri ashtu? Çfarë mëri ashtu? Dhe një përgjigje, jo ma se s'kam mbaruar. Të vinë të tërë, ata e të marrë përgjigje konkrete. Çfarë do bëhet? Do marrim gjallë, do marrim ma. Nuk t'janë të përgjigje. Po, diun kush ashtu, le të vi kush doj. Thirini. Ku janë? Ku i ke ata? Por nuk lëvizin e tash pa përgjigje konkrete. Julian.